Ja me po hapën dy që të Këte, hapën dy. Më shumë asë të tërtu e da miru me. Ta një figuan edhe po t'ikë më shumë. Lëmdime ishim të goditur? Morë në ndanë ata. Nuk që mbajtë në një dhe? Atere, qëfar ndodhi? Më gjuetën me një ato bombat e vogla që ajnë ato të gazit. Më morë më shoqëron pa pikë në lidhje se isha më atje, më morë në fukon më kanë gjuetur, më shonë komisariat në numër 2, më kanë bajtë 3-4 orë, më gjuetë më kanë bërë soba. Të kanë goditur dhe brenda dhe ambientit komisariatit? Më goditën brenda fukoni dhe jashtë ambientit komisariatit, ku më kanë zdytur në komisariatit. Më kanë zdytur në fukoni, më kanë goditur, me shqirma në grushtë. Gjatë shoqërimit për në fukon? Më kanë goditur brenda fukoni policisë, familje. Ti kundërshtove apo? Jo, arë, s'kam kundërshtuar gjë. Isha do kundërshtojnë. Qa dhimbje Isha si gjithë njerëz, si gjithë të tjerë, isha dhe unë atje. Si isha për tu zënë asë me shtetin, asë me njerë. Aktualisht çfarë probleme shke? Me azëm, kam problem në azmë, s'kaj. Në klimari. Ata kundër teje përdorën gaz lotësjellës? Po. Më ollën atë në sy edhe më goditën dhe me në ato bomnat e vogla këtu. Qa dhimbje ke? Syrin, nuk ka abdo. Dherë ta njerë dhe minë spital, pasaj më uveshën sy të tërë. Sa rritë ditë të abdo sy. Ndërkohë që i ndodhesh në ambientet e komisariatit, ti i vure ndjeni atyre që nuk ndjesh e mirë? Po, i thasha mi së murë, mos më godisë. Ndërkohë që ata nuk kam i me azën në frumari. Më qëlluar. Edhe për sa orë të mbajtën në ambientet? 4 orë. Më pas të lanë të lirë vetë? Po, më lanë të lirë më thanë itën. Dhe ndërkohë të kanë marrë në një deklarat, në një... Ma asin deklarat. Më morën futën para lom dhe kashë. Më ka qëlluar dhe kashë.